Ju tha se fitoi $100.000, por mendoj se dikush po tallet me të. Amerikania tani tregon se si do t'i shpenzoj parat. Një grua nga Michigan tha se fillimisht mendoi se po mashtrohej kur mori një telefonat duke i thënë se kishte fituar $100.000. Banorja e Port Huron, Jamie Hawkins, 42 vjeç, u tha zyrtarëve të lotarisë së Michiganit se ishte skeptike kur dëgjoi një postë danore nga zyrtarët e lotarisë duke thënë se ajo kishte fituar $100.000 nga një tërheqje në të cilën hyri duke përdorur aplikacionin Michigan Lottery për të skanuar biletat e garës prej $300 milion. Ka marrë një postë zanore nga Lotaria e Michiganit që më thoshte se fitova një çmim prej $100.000 për shansin e dytë dhe mendova se ishte një mashtrim, tha ajo. Kam skanuar vetëm disa herë biletat për shansin e dytë i jashtëzakonshëm prej $300 milion, kështu që mendova se nuk ishte mundësi të ishte e vërtet, shtoi amerikania. Kur u lidha sërish me lotarin, një punonjës konfirmoi çmimin tim dhe atëherë më goditi se ishte i vërtet, pohoi ajo. Gruaja deklaroi se paratë e fituara do t'i shpenzonte për një pushim tropikal.